Moti i keq, i cili ka përfshirë vendin ton, ka shkaktuar probleme në disa qytete ku më e rëndë situata shfaqet në Durrës dhe në Lezhë. Në Durrës situata më problematike paraqitet në zonën rreth stadiumit, spital dhe një shtulla, ku rreshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar përmbytje, ndërkohë në gjithë qarkun e Durrësit është pezulluar procesi mësimor, ndërsa oborri i Universitetit Aleksandër Mojsiu është nën pushtetin e ujit. Në Lezhë, kanalizimet nëntoksore nuk e përballuan nivelin e lartë të prurjeve, duke sjellë përmbytje në lagjen Beslidhja. Situata më problematike u paraqit në bloqet e banimit 11 janari dhe 11.2 hektar, ku niveli i ujit arriti në disa centimetra duke bllokuar hyrjet e pallateve dhe vështirësuar lëvizjen e qytetarëve dhe të automjeteve. Ndërkohë, për shkak të prezencës së ujit në ambientet e jashtme, është pezulluar procesi mësimor në shkollën 9 e Kosova dhe Gjergj Fishta, ndërsa prurjet e shumta të lumit Drin kanë përmbytur shtetërore në lagjen Skënderbeg. Rreshjet dhe prurjet e paparashikueshme nga lumenjt ansor kanë rritur gjithashtu nivelin e ujit në hidrocentralet e kaskadës së Drinit, vijojnë shkarkimet e ujit nga hidrocentralet e Komanit dhe të Vautodejës. Aktualisht, sipas të dhënave nga Bashkia Shkodër dhe shtabi i emergjencave në prefektur, nuk ka rrezik për përmbytje. Hidrocentrali i Fierzës ndodhet aktualisht në kuoton 280 metra nga 296 metra, që është kapaciteti maksimal i lejuar, duke vijuar operimin në parametra të kontrolluar. Ndërkohë, në Bashkinë Kurbin, rreshjet kanë qenë intensive gjatë gjithë natës, me intensitet mesatar dhe herë të lartë, të shoqëruar me vetëtima. Deri tani është raportuar vetëm një rast i përmbytjes së një familjeje në Milot, ndërsa kanalet janë në kuota të larta dhe punojësit e emergjencës po monitorojnë situatën. Në fshatin Adriatik, disa hektar tokë janë në pushtetin e ujit, si dhe disa banesa janë të rrethuara nga uji. Në fshatin Fush Mamurras është ndërprerë mësimi. Në Bashkinë Mirdit, rreshjet kanë qenë intensive, por deri tani nuk ka problematika serioze për banesat. Lumi Zalli Zmes pranë qytetit është rritur, por nuk ka rrezik për përmbytje, ndërsa disa zona periferike të Rrëshenit po përballen me mungesë energjie.